Tashmë kjo ka ndodhur nga kryetarja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Ju e dini qëndrimin ton sa i përket gjykatës speciale, cila është një gjykatë jo normale, jo transparente. Ne jemi të bindur për drejtësinë e luftës çmimtare të popullit të Kosovës, bartëse se cilës ishte ushtria çmimtare e Kosovës, dhe në pafajësinë e 4 krerëve të cilët po mbahen padrejtësisht në Hag. Ndërkaq që në anën tjetër ju ishit dëshmitar që kryetarja e Kuvendit, e cila njëkohësisht është edhe ushtruese e detyrës së presidentit zonja Albulena Haxhiu, ja tërhoqi vërejtjen, ja ndërpreu fjalën deputetit edhe për shkak të gjuhës, edhe për shkak të komentit që bëri. A kemi pasur një vërtetime të personale se cili ka më qenë vendimi për to, ka më vazhduar të qenë ajo? Shikoni, unë jam vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe vetëm kryeministri i Republikës. Nuk jam edhe kryetari në një farë komisioni disiplinor, aq më pak për dikë që i përket një partie tjetër.